Në shtator të vitit 2024, kryeministri Edi Rama shpalli nga foltori i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s një nismë të pazakontë, krijimin e një Vatikani Islam në zemër të Tiranës, një shtet të vogël që do t'i përkiste ekskluzivisht komunitetit Bektashi. Sipas planit, shteti sovran i urdhrit Bektashi do të shtrihet në një sipërfaqe prej 10 hektarësh, do të ketë administrat, kufije, pasaporta, por pa polici, ushtri apo regjim të veçantë fiskal. Rama e quajti një shtet shpirtëror, pjesë integrale e kushtetutës shqiptare. Deklarata e dhënë fillimisht për The New York Times e më pas në sallën e OKB-s u përhap menjëherë në mediat ndërkombëtare. Për Ramën nisma ishte pjesë e narrativës së tij për Shqipërinë si model të tolerancës fetare në Ballkan, një rajon ku identitetet fetare kanë qenë shpesh shkak konfliktesh. Rama e paraqiti krijimin e shtetit sovran të Bektashinëve si një projekt shpirtëror, jo politik, duke theksuar tolerancën fetare e shqiptare. Ai përmendi shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, strehimin e afganëve pas rikthimit të talibanëve dhe figurën e Nën Terezës për të ilustruar humanizmin shqiptar e për ta përdorur bektashizmin si shembull të islamit pa fanatizëm. Por reagimet në vend ishin të menjëhershme. Opozita përmes Ali Berishës i quajti projektin një sultanat në zemër të Tiranës, duke paralajmëruar se mund të kthehej në streh për korrupsion dhe pastrim parash. Juristë të njohur paralajmëruan se projekti bie ndesh me kushtetutën dhe rrezikon kohezion shtetëror. Reagime erdhën edhe nga jashtë. Turqia e shprehu hapur shqetësimin, ndërsa Irani akuzoi Ramën për keq përdorim të bektashizmit për interesa perëndimore. Marrëdhëniet Tiranë-Teheran janë të ngrirura që prej sulmeve kibernetike të vitit 2022, Shqipëria mbetet qendër e opozitës iraniane mek, që qëndërlikon më tej çështjen. Në fillim udhëheqësi shpirtëror Babamondi deklaroi se nuk ishte në dieni të planit të Ramës, duke ngritur dyshime për një lëvizje propagandistike. Por më vonë, ai e quajti nismën mrekulli dhe shprehu shpresën se SBA dhe perëndimi do ta njihnin shtetin e ri bektashian. Megjithatë, shumë bektashin brenda dhe jashtë vendit, përfshirë babai Liton Pashaj në Detroit, e kundërshtuan hapuriten duke e konsideruar përvetësim politik të fesë. Në rrjetet sociale, propozimi u prit me ironi dhe skepticizëm. Shumë e panë si një tjetër shfaqje të Ramës për të larguar vëmendjen nga krizat e korrupsionit dhe dobësitë e qeverisë. Projekti i Vatikanit Islamik mbetet në letër, por ka arritur një efekt të dukshëm, ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare. A do të bëhet realitet? Mbetet e pasigurt. Vendimi përfundimtar do të varet nga parlamenti, shoqëria dhe njohja ndërkombëtare, shkruan Pulse Z. Për Ramën, bektashizmi është pjesë e strategjisë së tij të soft power, një diplomaci kulturore që kërkon të forcojë imazhin e Shqipërisë si vendi i tolerancës dhe modernitetit. Me rreth 12 milion ndjekës në Turqi dhe komunitete të rëndësishme në diasporë, bektashinët shërbejnë si mjet i butë për të rritur peshën diplomatike të Tiranës, por institucionalizimi i tyre si mini shtet sjell rreziqe, mund të zhndërrojë një traditë shpirtërore tolerante në instrument politik. E ardhmja do t'rregojë nëse bektashizmi do të mbetet urë kulturore ndërmjet lindjes dhe perëndimit, apo do të përfundojë si pjesë e lojës klienteliste të pushtetit në Ballkan.